Kush do të jetë kandidati për kryeministër i Jo, nuk kemi biseduar për këtë, është e hapur. Kjo mund të prishë, se është prishë me vetëvendosje. Jo, ju siguroj që rreth pikës se kush do të jetë kandidati për kryeministër. Jo, ju siguroj që nuk do të prishmi për kandidatë për kryeministër, kaq mund të them. Por unë jam i sigurt që nuk do të prishmi për asgjë. Çështja e kryeministrit, kur është në pyetje edhe është në lojë zoti Ramush Haradinaj, zakonisht mbetet e zoti Haradinaj. Mirë dhe mund të mbetet, nuk po them që s'do të mbetet, por unë po them në pyetja kemi biseduar. Kjo çështje do të thotë nuk prishet për shkak se dihet se do të jetë zoti Haradinaj. Ama nuk e kemi biseduar te. Unë nuk po them që nuk do të jetë. Nuk po them as që do të jetë, sepse kjo çështje u takon atyre dy ta vendosin. Zoti Limaj dhe zoti Haradinaj le të flasin, le të bisedojnë, le të merren vesh se a është njëri apo tjetër apo një tretë, çështja atyre dy është si do që të jetë në ta mbështesin. Përdoren anagjin tonë, pra kur hyp në autobus për Pej, mrin Pej, kur hyp në autobus me Ramush Haradinaj për kryeministër, mrin te Ramush Haradinaj kryeministër. Po shumë mirë nëse kjo e marrim këtë analogji, fundin unë s'kam asgjë të keqe, jo vetëm që nuk ka të keqe, por nuk kam asgjë kundër që zoti Haradinaj të kryeministër. Unë edhe kam mbështet edhe në kohën e Vlanit, kuadër të nismës që zoti Haradinaj të jetë kandidat për kryeministër. Nuk kam as një problem, bile mendoj që zoti Haradinaj është vendit i duhet një njeri pak më energjik se që është zoti Mustafa dhe s'paku këtë drejtim zoti Haradinaj e plotëson.